Përshëndetje miq të televizionit Shpresa. Sot në studio kemi të ftuar profesor Pëllum Pilinçi. Përshëndetje profesor. Përshëndetje. Profesor, sot në mëngjes Belinda Balluku prezantua në SPAK, pas kësaj u shfaq në media në një kantier rruge në Ksamil. Ndërkohë që rrjetet sociale thua se zonja Balluku është arratisur mes lodhëve në Greqi për të kërkuar azil politik. Si qëndron e vërteta? Përshëndetje, dashur shqiptar, kudo që jeni, e di që mezi e prisin në orën 6. Gazetarja më pyeti për zvenc kryeministre. Ne kemi thënë me kohë, dashur shqiptar, ne jemi të durueshëm për gjithë arrestimet që do bëhen. Po ajo zonja, disa javë më parë, iku përsëri në Greqi, ndofta për strehim politik. Unë kam lajmëruar kryeministrin grek dhe qeverinë e tij që çdo shqiptar që ka bërë aplikim për strehim politik do bëni gabim më të madh nëse ju do t'i mbani. Sipas ligjit ndërkombëtar dhe ligjit të Shqipërisë, jo të këtyre, ligji i do bëhet, nuk do strohet asnjë hajdut kriminal vrasës të këto 32 vite. Unë po i them ndërmjet televizorit të Shpresa. Zvenc kryeministres, i e re, mos rrinë në Greqi, do dënohesh më rënd se çfarë je përdënuar. Ktheu në Shqipëri, i jep llogari para gjyqtarit, para prokurorisë, për gjërat që ke bërë. Nëse ti dele pastër, shkon përsëri në shtëpinë tënde. Nëse ti ke bërë gabim, do jesh në burg si i liri me shok. Patjetër, ke bërë gabime të mëdha. Nga hiqja që ishe dikur, a e mban mend kur ke qenë në Greqi? Me ziflin jemi i dhonë me 3-4 veta. Erdhe në Shqipëri me vila, me hotele, me udisje, me aperime, me gjëra të tjera. Pra, unë u kam thënë gjithmonë të dashur shqiptar, unë nuk dua njeri që t'ishe në burg, sepse u bim qefin armiqve shekullor. Por këta që u kanë rjepur, sidomos zonji që keni në fotografi që qesh, kurse shqiptarët, nëna shqiptare qajnë, se nuk i kanë djemt ku jetojnë, sepse nuk ka pension. E atë pension që ka, nëna plak, merr $40 në muaj, shumë të 10. Kurse duke qeshur, duke zbarë dhëmbët, i nëmrojnë të dashur bashkëdhetar shqiptar jo me dorë parat, po me metro kup. Pra erdhi koha e juaj të dashur shqiptar, burgjet janë për ditë, sot janë rritur shumë në SPAK. Edhe njeri them, këtheu kudo që t'jesh, pavarësisht se radhën e parë ishe strehuar nga Gjirokastra, eja dhe dil përballë. Dhe thuaj kush të ka mësuar të vjedhësh e të grabitësh. Nëse të ka mësuar Edi Rama, thuaj. Pra, zonja zvenc kryeministre Ilir Meta dhe kryetari i bashkisë ka treguar shumë gjëra për ty. Pra, ktheu në Shqipëri se s'ke ku vete. Edhe në Henë të shkoni, e në Kinë të vini, përsëri këtu pranë Skënderbeut do jepni llogari. Profesor, dje ambasada britanike organizoi një tryezë për zgjedhjet e 11 maj. Ishin prezent përfaqësues të OSB Odirit, Altin Dumani, avokatja e popullit, ambasadori anglez si dhe 2 partitë me 2 satelitet e tyre. Pas fjalimit të ambasadorit anglez, ky i fundit bashkë me Dumanin dhe OSB Odirin lanë tryezën. Belind Kolliçi a acaruar për largimin e ambasadorit anglez dhe Altin Dumanit u ndjej lënë në balë. Ju si e interpretoni këtë situatë?
Në krahun tim do shihni ambasadorin anglez bashkë në tavolinë që janë mbledhur gjithë dy partitë, për këtë më pyetni më tepër. Janë mbledhur aty përveç të Spakut, janë mbledhur gjithë ata që vjedhin njëri tjetrin dhe kërkojnë llogari për zgjedhjet që u bën. Që ato si ishën zgjedhje, ashtu siç u kam thënë unë, ato ishin për arrestim. Pra, edhe ambasadori britanik, edhe ai mundohet me planet e tija për të sjellë disa njerëz nga Britania dhe gjoja është mbledhur për çështjen e votimeve, kurse i Spakut, Lumani e tha realitetin se si partit kishe bërë 40 e ca ankime, të 40 e ca ishën të kota. Pa bazë. Dashur shqiptar, u kam thënë gjithmonë dhe po u them. Këtu disa ambasada, si e Francës, o i Britanisë, o i Greqisë, o i Serbisë, o i Rusisë, duan si e si të coptonin Shqipërinë, duan si e si i shkatëronit familje shqiptare. Por, u erdhi fundi. Pra, u bë kjo dhe një i deleguar të quajtur Parti Demokratike, një djalë i ri, foli këtu sepse i erdhi zor Kuriku, Spaku dhe ambasadori. Ai shihni personin bërtiste që pse na lanë vetë. Të dashur shqiptar, ne s'kemi punë me as me PD-n, as me PS-n, që të dyja partit janë partit bolshevike që u kanë vjedhur ju për 32 vjet. Pra, u kam thënë mos dëgjoni se ç'bëhet televizor, por dëgjoni për arrestimet që do bëhen dhe për qeverinë teknike. Pra, këta ambasada na kanë shkatëruar ne 46 vjet me regjimin komunist dhe me regjimin bolshevik. Profesor, dje ambasada amerikane organizoi festën e pavarësisë si çdo vit. Ndryshe nga vitet e tjera, festa nuk ishte shumë madhështore dhe kishte shumë pak të ftuar nga politika shqiptare. Si e shpjegoni ju këtë festë kaq të zbet? Dashur shqiptarët e mi që jeni në mërgim në Kosovë, në Malzi, Maqedoni, ambasada amerikane e jona, e juaja, sepse për Amerikën keni qenë në përburgje në përkampet e internimit, sepse donin Amerikën që me kohë. Ambasada amerikane çdo vit e ka bërë në oborrin e ambasadës. Vinin të gjithë hajdutët, deputetët, qeveritarët, vinin nga ngot dhe tallshin me ambasadë. Si vjet, ka tjetër rregull. Unë kam thënë që Nancy e shikoni ka vënë dorën në zemër, betohet para flamurit amerikan. Pra nuk u thrit njeri. Sepse më datën 4 korrik është dita e Amerikës. Kjo ditë ne do të bëjmë para Skënderbeut, të betojmë për flamur amerikan dhe për flamurin shqiptar, është dita e shënuar të dashur bashkëdhetar shqiptar 4 korriku. Aty do bëhet festa më e madhe dhe do habiten gjithë ambasadorët e botës kur të shohin me qindra flamur amerikan dhe me qindra flamur shqiptar. Do të bëjmë ne atë ditë të shënuar. Ne i ftojmë gjithë shqiptarët, kudo që ndodhen në përbot dhe në këtë tokë të djegur e të vjedhur që na kanë vjedhur për 32 vjet këto dy partit anti-shqiptare. Pra, do të shikoni dhe vetë se si dhe çfarë do flasin.
do shikoni atë ditë 4 korriku do t'jetë dita më e shënuar e kombit shqiptar, sepse është rrëzimi i tiranisë. Do shihni ministrat e rinj për të flasin dhe çfarë do bëjnë për këtë kombin e vendit të tyre që janë larguar nga Shqipëria gjithë të rinjt. Janë larguar për arsye se nuk i kanë ndeshur intelektualët shqiptar, po kanë mbajtur gjithmonë rrugaçët, hajdutët, vrasësit, që kanë vrarë për 34 vjet, janë ata që po gjykojnë çdo ditë në SPAK, po vjen në SPAK, siç vajtën sot shumë deputet. Vajtën SPAK është ditë e fundit për arestimet. Vajtën SPAK, të dashur shqiptar, për vrasjet që kanë bërë, për piramidat që i gjvatën shqiptarët, për luftën e 97-s që u vran 5.000 shqiptarë, për vrasjen e 4 shkodranëve për herë të parë, për demin që i bën kombit shqiptar që i rrëzuan fabrikat, për demin që i bën Shqipërisë në botë që i dhanë naftë Serbit, që ishte ndaluar. Për demin që i bën Shqipërisë që i kanë punuar të burgosit, ushtria, të intrenuar gjithë kombi shqiptar, bëri tanke, avione, me djers, natë e ditë, ja dhanë Serbit. Pra të dashur shqiptar, 34 vjet që kanë bërë këta se ka bërë asnjë huaj. Pranë shqiptar, i larguan jashtë ADE-u të rinë do kthehen tani. Pra data 4, korrik, është dita me bukur e shqiptarëve që do jetë. Është dita me gëzuar e 97% të shqiptarëve dhe dita e hedhërimit për 3% që do arrestohen, do konfiskohen, që nga kryetari i këshillit, i komunës që i quajnë këta, kryetari i bashkisë, dhe deri në i fundit 1420 deputet që kanë vjedhur për 34 vjet, që të gjithë të dashur shqiptar dohen para gjykit. Do dënohen për dënimin ata kanë bërë. Unë nuk kam thënë që dhe në SPAK do arrestohen 4 veta, një iku, e hoqë, janë e 3 të tjerë. Po ashtu kam thënë të dashur shqiptar dhe disa ambasador do arrestohen. Pavarësisht se cila ambasadë është. Ne nuk bim dallim. Ne bim dallim kush ka vjedhur Shqipërinë. Cili ambasador ka dëmtuar Shqipërinë. Cili ambasador ka mbush valizhen me parat me gjakun e shqiptarëve. Ju e pat dhe kohën e fundit dashur shqiptar, ajo parti që e quajnë PD, mua vjen keq për anëtarët e thjesht që vërtet e ka deshur PD-n, po ata që kanë organizuar dhe në kohën e fundit dhanë miliona dollar. Ju e pat vetë. 6 milion i dërguan. Po harruan të thonë 22 milion dollar që i dhanë ati që erdhi me mjekër, që e solli Fatmir Mediu. Dashur shqiptar, dofta u kam lodhur që u them, po u them realitetin. Unë kam merr të dashur bashkëdhetar shqiptar amanetet që kam. Amanetet që i kam parë me sytë e mi në përburgje, në intrenime në kohën e regjimit bolshevik. Amanetet që i kanë vrarë patriotët e Malësisë, amanetet që i kanë vrarë të Labërisë, amanetet që i kanë vrarë kosovarët e në kohën e Titos dhe akoma po i dëmtojnë, amanetet e Çamërisë që nga Çamëria deri në Ullishtet e Vlorës duke therrur emra shqiptare, duke qarë barkun e duke nxjerrë fëmijët. Pra këto amanete që i kemi, i mbarojmë më datën 4 korrik, rrëzojmë
tiranin dhe ngrejmë shqiptarët kudo që janë, që din shumë gjuhë, më të aftit që ka glopi toksor. Shqiptarët i keni parë vetë dhe shqiptarët e din kudo që janë në Francë, Itali, në të gjithë Evropën, në Ingleterë, din nga 5-6 gjuhë. Kurse ata të vendit të tyre nuk din dhe gjuhën e vetë. Shqiptarët kanë bërë sukses, por janë urryer, sidomos Franca, englezët, ja hedhen pasaportën shqiptarit për tokë. E dini pse shqiptar? Se s'ka qeveri. E dini pse? S'ka ambasadë. Pse ambasadat janë sekser të drogave. Ambasadat e tiranisë janë sekser, bëjnë pazar, kanë futur rini në burg në për Evropë, për arsye që të mos kthehen të gjallë të vinë në tokën e Shqipërisë, që ta mbushnin me fytyra të tjera të Evropës, të Azisë, apo të kujdo. Dashur shqiptar, nuk do ketë me tokë në tokën e Skënderbeut fytyra të tjera përveç se shqiptarëve. Nuk do të ketë në tokën shqiptare përveç se xhamive musliman, katolikëve kishës dhe ortodoks apo krishterë. Përveç këtyre nuk do ekzistojë në tokën e shqiptare që kanë sjellë spionazhi këtu, lloj fe për të shkatëruar shqiptarë, për të vrarë të rinjt. Pra, unë u them atyre, ne i dim me emra kush ka erdhur në tokën e Shqipërisë. Të largohen para se të bëjmë qeverinë. Përndryshe, do vdesin në burg ata që kanë erdhur gjoja me mision. Dhe të shumtit thonë jemi Amerikanë, jo shqiptarë. Amerikanët nuk kanë sjellë asnjë këtu. Amerikanët e duan Shqipërinë. Ka 100 vjetë që përpiqen të bijnë Shqipërinë, që në ambasadorin e parë 1922, në nëntor, ambasadori i parë që ka erdhur në tokën e Shqipërisë. Aty kur sot? Amerika është me ju të dashur shqiptar, jo NATO. NATO ka lloj kallapi. Këtu është Amerika, në Kosovë është Amerika. Pra të dashur shqiptar, jeni të siguruar. Vërtet lufta ka filluar e ashpër, do vriten shumë njerëz, po me thënë të drejtën, pak më intereson. Ashtu si kemi vojtur ne, ashtu si na kanë coptuar ne, me shekuj, na vranë, në përburje, na coptuar Shqipërinë, e ndanë me 4 pjesë, Kosovën, Malezi, Maqedoninë dhe Çamërinë. Shqiptar, ne kemi deri në Itali, pjesën tonë, Siçelia është tonë, Bari është toni. Po tashi do mirën këto që neve na kanë coptuar. Do ngrihen heronjë që janë vrarë, do ngrihen me çdo vend të Shqipërisë, që sot vetëm përmendet, edhe atë fillojnë të tallin Skënderbeun, disa anti-shqiptar, gjoja, historian, si që janë mbledhur ceka me shok, me gjinush, nuk e bin ata historinë e Shqipërisë. Pra, unë u them të gjithë shqiptarëve, të jeni të gëzuar, erdhi dita juaj. Unë përsëri u ftos, u bëj një ftesë të rinjve, të reave. Ejani se do krijohen 3 drejtori. Nuk do ketë me Ministri të Brendshëm, se ka vrarë shumë njerëz, po do ketë 3 drejtori. Drejtoria e Policisë, Drejtoria e FBI-s shqiptare dhe Drejtoria e Inteligjencës shqiptare. Unë kërkoj njerëz të rinj. Kanë erdhur shumë, me qindra. Na duhen me mira. Për të mbrojtur kombin e Shqipërisë, për të mbrojtur kombin e Amerikës. Amerika është e jona. Shqipëria është e jona. Unë nuk kam thënë shqiptarëve, ngrini flamurin me çdo cep. Në borë, në koridoret, në balkonet, në qati, flamurin amerikan dhe flamurin shqiptar që valon e shini dhe vetë. Pra të dashur bashkëdhetar shqiptar, ky flamur do valvoj kudo.
Shikoni sa e bukur do bëhet para Skënderbeut ditën e premte, datën 4. Do ngrihet një natë më përpara. U ftoj të vini sa më parë. Unë e di që me pyesni dhe aty keni mendje kur do arrestohen. Erdhi fundi. S'kan ku vend. Le të fshihen sa të duan. Fatmir, Berisha, zëvendës kryeministri, ministra dhe më në fund Edi Rama. Unë nuk kam thënë kërkojnë dhe Edi Rama, po do arrestohen. Po do arrestohen si të bëhet qeveria teknike. Unë them policisë, si që kam thënë çdo natë, drejtorit të policisë, drejtorëve të rajoneve, që janë 4 rajone, keni kujdes. Mos mirni urdhë nga qeveria. Mos mirni urdhë nga deputetët, janë anti-shqiptarë. Por, mbani policët. Mos prisni banesat e shqiptarëve. Lirini shqiptarët. Lirini dyqanit, mos e ngacmoni. Po bëjnë për bukën e gojës. Ju, polica, jeni më të varfër në Shqipëri. Është e qëllimshme. Policia, pensioni, arsimi, e kam për qëllimisht që të mos ketë me intelektual të ri. Po ja po u them armiqve shekullor, ne shqiptarët jemi të parë në botë. Ne dim 5-6 gjuhë. Ju që na keni vrarë, ju do ngebeni mbeturinat e Evropës. Ju do ngelini si dikur. Shqipëria dohet mbi të gjitha. Kjo luftë që po bëhet qëllimisht që të bëhet Shqipëria me kufi natyror. Të dashur shqiptar, jeni gati ta gëzoni ditën me 4 korrik. Gazetarja nuk ka pyetje, unë po largohem nga ju, ftesa ime ejani me datën 4, më falni nesër, nuk mund të jem një intervistë, do kaloj jashtë kufijit të Shqipërisë për disa orë. Ju lutem, rrini të qetë, do arrestohen të gjithë. Ju them shqiptarëve, bujqve, lumt si ju kur të bëhet Shqipëria do keni të gjithë konditat. Do keni konditat e kohës së sotshme. Mos keni hall, do keni çdo gjë që ju kërkoni. Pasuritë që kanë vjedhur ta janë bllokuar, ju do t'i keni. Natën e mirë të dashur bashkëdhetar shqiptar, shqeguemi të hënën në orën 6. Nesër do shihni një intervistë në orën 6, nuk po e themi, po do shihni një zotëni që edhe ju do habiteni në bisedën e tij. Natë e mirë nga mua, miru pafshim të hënën në orën 6. Ju faleminderit profesor, të dashur miq që jemi në transmetimin e radhës.